Artisti i popullit Çun Lajçi ka shpërthyer me një reagim të fuqishëm në rrjetin social Facebook duke kritikuar ashpër tre liderët kryesor të opozitës në Kosovë, Lumira Bixhikun, Memli Krasniqin dhe Ramush Haradinajin. Në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, aktori i njohur ka thënë se këta lider nuk munden më me mbajt barrën e tyre, duke përdorur një gjuhë të fortë metaforike për të përshkruar gjendjen e opozitës në Kosovë. Në reagimin e tij, Lajçi shkruan se ata se bajnë më barrën e vet, duke i krahasuar me kalin e lodhur që se mban më peshën. Ai më tej thotë se Samari ka vrarë shumë herë prej barrës së gjunaeve, fajeve dhe lakmisë e tradhtisë. Sipas tij, liderët opozitar janë lodhur nga barrat e vetkrijuara të korrupsionit, ambicjes dhe tradhtisë ndaj idealeve politike, duke shtuar se qytetarët duhet të qëndrojnë larg tyre sepse të pickojnë si grerzat. Në vijim të reagimit, Çun Lajçi përdor një simbolik të veçantë për të përshkruar gjendjen shpirtërore të liderëve të opozitës. Ai thotë se kruarja s'është sëmundje e lëkurës, por e shpirtit, duke nënkuptuar se kriza e tyre nuk është politike, por morale. Sipas tij, ajo nuk shërohet me barna, por me pendesë ndjes që ata nuk e njohin më. Lajçi akuzon liderët se janë barikaduar në kullat e fjalëve dhe se mendojnë se janë kapedan, duke u distancuar nga bashkëpunimi dhe mirëkuptimi. Ai ironizon edhe përçarjen politike me disa shprehje të urta popullore. Në vijim, Lajçi sjell krahasime me figura historike kombëtare për të treguar dallimin mes sakrificës së vërtetë dhe luftës për pushtet, duke përdorur figurën e Mit Sokolit dhe të Adem Jasharit, të cilët sipas tij e kanë qarë Gjoksin dhe jo ndërgjegjen. Në fund të reagimit, Lajçi u bën thirrje qytetarëve që të mos bëhen pjesë e urrëties politike dhe ndasive që ushqehen nga partitë në Kosovë. Ata e kanë hujin e kalit të lodhun, i ka vrarë Samari shumë herë prej barrës së gjunaeve, fajesh, lakmie, tradhtie, tash si kali që se mban më peshën, shkelmojnë gjithçka që ju del përpara, se durojnë as veten, as të vërtetën, as tjetrin që s'u shkon mbrapa, ikni prej tyne, se të pickojnë si grerzat, janë si ata që s'mund të arrin pa u kru se i djeg majasëlli ndërgjegjes. Mos u idhëroni me ta, kruerja s'është sëmundje e lëkurës, por e shpirtit, e kjo nuk mjekohet me barna, por me pendese me ndjes, që ata se njohin, janë barikadu në kullat e fjalëve, tu e kujtu se janë kapitan. Thonë sa më buk me këta, as bëjmë dasma me ata, si me kenë luft, ende pa kuptues armiku, sa është ma jashtë, por në vetvete. Kanë harruar Mit Sokolin, që se çau Gjoksin për inat, por për atë dhe, këta e kanë qarë ndërgjegjen jo për flamur, por për koltukun e tyre. Janë ngujuar në kullat prej letre të partive, e kujtojnë se janë Adem Jashar, po harrojnë se Ademi luftoi me shkjaun, jo me vllaun. Sytua ka mjegulluar krenaria e verbët, e shqiptari ju duket si armik vetëm pse s'mendon si ata. Arrini anash derisa t'ua kaloj majasilli e të fshihet lama, se lama e njeriut ndonjëherë mund të jetë e djallit. Merreni këtë nasihat një herë për gjithmonë, mos u bani shërbëtor të inatit, as të kruerjes, se kush kruen tjetrin për lakmi, mbet veti përvëlluar për i turpit vet,